Turizmi smart dhe zhvillimi rajonal pritet jetë master i mirë i shkencor që do të ofrohet në Universitetin Fanoli të Korçës. Tashmë është përgatitur kurrikula për këtë master, ndërsa aplikimi do të kryhet brenda pak ditësh, duke e parë si një master mjaft të rëndësishëm që bashkon turizmin, bujqësinë, gjeografinë dhe teknologjinë, në përgjigje edhe të kërkesave të tregut të punës. Masteri që grupi punës ka përgatitur për të aplikuar është turizmi smart dhe zhvillimi rajonal. Ideja është që të integrohen të gjitha këto fusha në mënyrë që të gjitha ata që do të aplikojnë të mund të gjejnë veten dhe të jetë një master i cili do të jetë shumë i rëndësishëm edhe për tregun e punës. Pas zhvillimit e një sër tryezave është marrë edhe mendimi i shumë institucioneve publike dhe private, por edhe i bizneseve lidhur me interesin për këtë lloj masteri. Kombinimi i disa fushave prioritare që ka qarku i Korçës, siç është turizmi, bujqësia dhe teknologjia, duke i sjellë në një master, është vlerësuar me mjaft interes nga bizneset, por edhe nga studentët. Pra, ideja e aplikimit të njohurive, të digitalizimit apo të teknologjisë, por gjithmonë në kontekstin e zhvillimit rajonal. Pra, ky do të jetë një master i cili së bashku do të bashkojë këto disiplina. Pra, do të jetë me shumë interes sepse specialistë nga fusha të ndryshme, duke përfshirë turizmin, duke përfshirë gjeografinë, duke përfshirë edhe bujqësinë, mund të gjejnë veten për të bërë një master të tillë për të fituar njohuri, kompetenca, të cilat do të jenë shumë të rëndësishme për pozicionin e tyre të punës. Pas kryerjes së aplikimit për këtë master pranë Ministrisë së Arsimit, pritet që vendimi për çeljen apo jo të tij të merret brenda aktiviti.